Zoti i Madhreshëm, kur na ka kriju neve, na ka krijuar në atë natyrshmërinë e pastër, që ne e quajmë fitre. Jo siç pretendojnë filozofët që thonë njeriu është tabula rase, domethënë një fletë e bardhë, e pastaj ai vendos të shkruajë dhe ta gjej vetë kinse orientimin e vet. Pra neve Zoti i Madhreshëm na ka kriju zemrën e pastër dhe atë kodin, fitrën, natyrshmërinë e pastër. Dhe tani, përmes kësaj natyrshmërie ne vetvetiu e dim se çka është mirë edhe çka është keq. Prandaj kemi atë shprehje në arabisht istefti qalbek, pyet zemrën tënde për gjëra që nuk i din. Mirë po. Nuk mjafton vetëm fitria, sepse fitria ka mundësi që të hakohet, ka mundësi që të korruptohet, ka mundësi që të prishet. Prandaj edhe Zoti thot inni khalaqtu ibadi hunafa, unë kam krijuar robërit e mi të pastër. Thumë stalet humo shayatin, pastaj i marrin shejtanët dhe i ndërhyjn kësaj pra kur prishet kjo fitria ka mundësi që të devijoj. Po Zoti i Madhreshëm ka dërguar Kur'anin që ka garantuar se ai nuk do të korruptohet, po absolute, e pandryshueshme, njëjtë me sunetin, prandaj edhe ka dërguar edhe pejgamber, kështu që njeriu përmes natyrshmërisë së tij dhe përmes referencave të Kur'anit dhe sunetit e gjen orientimin e dur. Tash ka ndryshuar rrethanat shumë për 1400 vjet. Mirë, po njeriu ka mbet njeri. Çdo njeri bën atë pyetjen esenciale, ekzistenciale. Pse jam kriju? Çka po kërkoj në këtë botë? Pse gjitha këto sprova? Pse gjitha këto vështirësi? Pse gjitha këto dhimbje? Dhe kur do të vdes, ku do të përfundoj? Të gjitha këto pyetje nuk mund t'i japin përgjigje as psikologjia, as sociologjia, as filozofia, as këto shkenca që njerëzit i kanë zbulu për t'i ndihmu njerëzve, po ju jep përgjigje decisive, të saktë, edhe të vërtetë, edhe që shëron edhe shpirtin edhe trupin, vetëm feja.